Bismillah, salatu, salamu ala rasulillah, wa ma. Të ndërrohë vëllezër dhe motra, pejgamberi alayhis salam një ditë po mbante predikim. Gjatë hypjes së tij në minber, pasi hyp në shkallën e parë, thot amin, në shkallën e dytë thot amin, në shkallën e tretë thot amin. Pasi mbaroi predikimi, shokët e tij e pyetën: "O pejgamberi i Zotit, pam diçka të çuditshme, ta miqshme, ti the 3 herë amin dhe ne s'kuptuam." Pejgamberi sa më tha: "Kur unë hypa në shkallën e parë, thash amin, sepse më shfaq Gjibrili alayhis salam dhe më tha: mallkuar qoftë ai person i cili e zën Ramazani dhe nuk i falet gjunafet." Dhe unë thash amin. Në shkallën e dytë më tha Gjibrili: mallkuar qoftë ai person i cili përmendet emri yt dhe ai nuk bën salavat mbi ty. Dhe unë thash amin. Në shkallën e tretë tha: mallkuar qoftë ai person i cili ka gjallë babën dhe nënën apo njërin prej prindërve dhe nuk futet në xhenet nga mirësjelljen e tyre. Dhe unë thash amin. Të nderuar vëllezër dhe motra, ky hadith është shumë i madh. Pika e parë është nëse personi se merr falje me këtë muaj, është humbje e madhe për të. Ka marrë mallkimin e Zotit Gjithësisë. Zot na ruaj, Zot na fal. Pika e dytë, çdo kush prej nesh ku përmend fjalën e profetit apo emrin e profetit, duhet të thotë sallallahu alaihi wasallam apo alaihi salam apo shqip paqja e Zotit qoftë me të. Dhe treta është humbje e madhe për atë person i cili i ka prindër gjallë dhe nuk futet në xhenet. Të nderuar vëllezër dhe motra, mundohemi që këtë hadith ta kemi pjesë të jetës tonë. Mundohemi që të marrim faljen e Zotit këtë muaj. Mundohemi që të përmendim gjithmonë salavat pejgamberit alayhis salam dhe mundohemi që të futemi në xhenet me shërbimin ndaj prindërve tonë. Zoti pranof këtë muaj dhe Zoti na bëj për tyre që të jemi njerëz dhe kontribues për gjithë njerëzit. Zoti shpëlbeft. Ramadan